Përshëndetje me gjithë dashamirë. Përshëndetje ndjekës të Në Kënd me një Kosovë. Përsëri sot gjendemi në emisionin e radhës ku do flasim me Islam Gashin, një veteran i luftës dhe invalid i luftës nga brigada 153 Zona Allah. Para se të kalojmë në pjesën e intervistës me zotëri Islamin, është veçantë të theksojmë për arsye se gjatë punës tonë dhe intervistave tona, gjatë anketimeve tona, kemi pa një faktor ose një dukuri të theksuar që shumica e veteranëve, shumica e kontribuesve, invalidëve, qoftë edhe pjesëtarëve të familjeve të dëshmorëve, në vazhdimsi e theksojnë dhe bëjnë thirrje që duhet shënohet historia, duhet bëhet sa më shumë dokumentim rreth të vërtetës luftës së dinjitetshme të kontribuese për lirinë, por në një aspekt në momente caktuar janë të hezituar për të thënë të vërtetën dhe janë të hezituar për të thënë atë çka kanë në memorien e tyre. Shtrohet pyetja, mund të jetë se shkak i ngarkesave të mëdha dhe nuk mund ta thejnë murin për të filluar dhe për të shpaluar dhe për të thonë atë çka kanë brenda mendjes së tyre, brenda qenies së tyre, dhe është shumë e vështirë dhe hezitojnë, apo hezitojnë për të thënë ngjarje të shumta që kanë brenda memorisë së tyre, për arsye se frigullën nga emocionet të kthehen përsëri në kohë në ato momente të cilat i ka përjetu. Këtu ka shumë pikpyetje dhe shumë gjëra që ne si shoqëni dhe si institucione, si mekanizëm që duhet të marrëm në trajtim dhe të analizojmë, duhet të mendojmë thellë se si dhe çysh kontribuojmë në të mirën e shëndetit të gjithë veteranëve tonë dhe të gjithë kontribuesve tonë. Çfarë duhet të themi? Duhet të themi se shumë nga veteranët e luftës për liri, shumë nga pjesëtarët familjarë të tyre, kanë nevojë të rrethehen, kanë nevojë të ftojnë gjendjen emocionale të brendshme që kanë, përjetimet që i kanë pasur gjatë luftës, si qytetar, si veteran të luftës, si dhe ata të cilët ende kanë plagë në trupin e tyre. Mirë se erdhe Islam. Përshëndetje. Fanes për përgjigjen e ftesës. Edhe sot do kemi një intervistë ku do ndajmë bashkë disa momente, disa tregime tuaja të cilat e kinë në memorien tonë edhe do i prezantojmë për neve dhe për spektatorët tonë, për shikuesit tonë, që të jenë sa më të informuar, sa më shumë për rrethonat e ngjarjet e periudhës dhe kontributit të veteranëve të luftës. Si me shumë kolegë këtu që kemi bashkëbisedu dhe do të bashkëbisedojmë edhe në vazhdimsi, na sot kemi zgjedhur që të bëjmë një bisedë me ju së bashku. Kështu që faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Fillimisht do të kisha pas dëshirë pak më na tregu rreth vetes tonë, rreth jetës tonë të periudhës së para luftës, edhe më bani një prezantim se kush jeni, nga cila brigadë vini dhe diçka për familjen tonë. Po besnik, faleminderit. Respekt besnik shoqi. Unë jam Islam Gashi, i lindën në fshatin Zllash, me të 5-3 1968. Në familjen e Beqir Gashi, do më baba, nona Raza, edhe familjarët, vllazë dhe 6 vllazën edhe 3 motra, domthonë familje domthonë e respektueshme, e punëtore, edhe rininë e kum kaluar fillimisht mirë, shkollën fillore kum kryer në Zllash, shkolla Avni Rustemi, domthonë. Vazhdimsi kum vazhduar në Vitit Marivcit, shkollën Fanoli, matutje shkollën e mesme në Prishtinë, domthonë shkollën ekonomike, edhe jeta u konë sfida, po i kena kalu ato edhe jetë e mirë në aspektin po edhe vështirë, domthonë se koha pak vujtje të sen edhe kështu.
Më ndërlidh me fjalën e fundit, do më thonë që seke që jeta ka pas sfida të veta dhe vujtje të veta. Me siguri që këto vujtje pak a shumë i referan edhe të vështërsitë që i kena pas na si popull shqiptar në periudhë të gjatë kohore, me shekuj brez mas brezi, edhe këto vujtje të cilat edhe neve na kanë motivu dhe na kanë shtyr gjithmonë për me mendu se kur një ditë me ardhë ai moment që me dhënë kontributin tonë për lirinë dhe shlirimin e popullit tonë, familjeve tona. Pra, sjell momenti që ti bashkë me shokët e tu u radhite në si pjesëtar i Shtrisë Shqiptare të Kosovës. Po mirë besnik kështu që tu bazu se përjorja jonë domethënë nuk fillon veç pej venit qujtë zllash. Realisht të partë tonë kanë jetuar në të rujet Topolla, fshatit Topol, domethënë janarën vitin 1877-78. Periudhë e hershme domethënë edhe motivimi pleqë tonë domethënë na kanë treguar se që shobo domethënë spastrimi i dyndjes, spastrimi i fshatna domethënë me x fshatra, 500 shumë fshatra domethënë që edhe kanë jetuar në fshat me vujtje, me hika, po në vazhdimsi domethënë na kena pasur në qëllim dhe kena pritur momentin për me bë diçka për vendin, për shtetin. E kështu që pas që tyne domethënë hika o pas një vujtje, domethënë se luftën nuk e don asnjë popull. Absolutisht, po na kanë imponuar domethënë rrethonat edhe i na angazhu domethënë në 1981 kom pas fatin me konën si i ri në demonstratat kur i nisën studentat të shkollat Gjevdet Doda, edhe aty tani kom kaluar me sfida me pak si i ri, domethënë për atëherë unë kom pas motivim qysh domethënë me bë diçka, qysh me për vendin, për edhe kështu që kështu që tani në vazhdimsi domethënë jena angazhuar tani. Ka një motivum, domethënë brez mas brez dhe sipas të rrëfimeve dhe tregimeve të prindëve t'juaj dhe prindëve tanë përgjithësi. Shumë realisht. Sidomos të këtyre familjeve të cilët kanë qenë të dyndur nga trojet e veta në pjesët e thella të territoriale, që thojmë na deri te molla e Kushe. Shumë realitet. Edhe pra në vazhdimsi jeta jonë e përshkruan në vujtje, hjeka, maltretime, maksakrime dhe kjo detyrimisht neve na ka imponu, neve flasim në përgjithësi si popull shqiptar dhe për t'ju referuar dhe për sa pjesës të ju, që kemi qenë të shtypur, të përsekutuar dhe deshtum apo s'deshtum jemi kanë obligues për me mendu se si me ardh momenti i lirisë, një lirie që gjithë popujt e botës e gëzojnë edhe neve na takon. Po besnik, realisht. Po besnik, realisht, vazhdan. Po pra, dhe gjitha përpjekjet e tuaja pastaj si njeri që ju ke bashkangjit çdo lëvizje edhe studentore në demonstratat të Nishit dhe kjo është një rrethon e jetës që na përshkruan të gjithë shqiptarëve dhe brezave që i kanë takuar këtë periudhë dhe ka ardhur momente që në formë të organizuar me miq dhe me shok, me familjar në zonat e saktume, në zonat ku edhe ke vepru, jeni organizu, jeni mobilizu edhe jeni radhit ashtu si ka dashur trendi. Po besnik fillimisht për biografinë domethënë pak ka shumë të mahershme domethënë unë pak fola për unë jam rënë kontakt me njerëz domethënë edhe ish burgus në politik me komandantin saktësisht Fatmir Supin, nderim me respekt për familjen, për personin, për komandantin e madh tonin, me Rahmandinin Bali në aktivitet edhe në Shqipni, domethënë konën me të kom qenë me Rahmanin, e kështu që unë kom vazhdu një herë fillimisht me një legale, tani veç me dalën për angazhimin e NÇK, fillimisht 98-99 domethënë jam angazhuar fillimisht komandant i skuadrës,
pastaj kom arritën me punën, me aksion, domthon aksione, po të them drejtën besnik, edhe është shumë me cekën, jem kon gjendje me që thuin me fluturue, domthon me shku në aksion me dhonën, domthon jo me minuta, po jem kon gjendje shumë me se na kanë imponue lufta edhe na luftë e pabarabartë në krahasim me forcat serbe dhe tonat, po na kena luftuar për vendin tonë edhe për çlirimin e vendit edhe shumë ushtralitete domethënë. E cekë ti domethënë që i kanë i gatshëm me dhënë gjithçka nga vetja, pa e kursy në çdo sekond çdo të frymorrës tone, edhe për arsye se o cek në vazhdimsi. Luftë nuk e don askush, edhe populli shqiptar një si popull paqësor, bujar, fisnik, dhe mas paku e dëshirojmë luftën, edhe pse jemi përsekutuar me vite, me shekuj. Pra, ky kontributi jëtë që e cekët si çdo ushtar i sinqert dhe kontribues për liri, që ke qenë vazhdimsi gatshëm për të dalë mbrojtje qytetarëve, për të dalë zot e trojeve tona, do të thonë, kisha pas dëshirë në moment me nda për neve, qoftë edhe bujar, jo vetëm nga ato rastet e rana që mund të flasim edhe për to pastaj, po me shokë që keni pas një moment të vështirë, qoftë në organizimin, qoftë në sigurimin edhe kujdesin ndaj qytetarëve, qoftë në vështirësi të natyrave të ndryshme që ja vlen me diskutu dhe qytetarët tonë me dëgju. Po besnikun kom pas shumë raste domethënë se lufta domethënë nuk sjell senet të mira. Absolutikisht. Realisht na jena ballafaqu me shkijt. Po. Të pamshirshëm, që edhe buta tash e njeh si kriminal, si njerëz, domethënë që nuk janë njerëz hiç. Po unë tash në ai moment më me cekën se na kena pa edhe kufuma domethënë njerëzve që është shumë e rëndë domethënë qysh me përshkru me po, shembull, me po. Është shumë e rëndë për një njeri normal, me pa gjendjen e familjarëve qytetarëve në gjendje të tillë të masakruar që ne në periudha lufte kemi pa të shumta. Po. X raste domethënë është X raste. Dhe jemi dëshmitar. Për këtë arsye na dëshirojmë që të brezat e ri të tregojmë që çka kemi përjetuar na dhe çka kemi vujt si kontribues të luftës, me idenë për shlirimin e popullit dhe lirinë e tyre, që sot na jemi të shiju bashkë përderisa po bashkë bisedojmë. Dhe brezat e ri, fal lirisë dhe kontributit të ushtarëve të veteranëve të luftës, e gëzojnë lirinë dhe shteti është sot është riformuar. Pra, kena një moment të nej kolegut bashkëluftëtarit tanë, i cili ka qenë në periudhë kohore i plagosur, ka pas nevojë për me ndihmu, apo në një rast për shembull kur është kërku ndihma e drejt për drejt për anës tane, ose bashkë me shokët e tu, për qytetarët, për t'i sistemu ose për t'i siguru në territor të sigurt, në raport me për t'i shpëtu nga forcat serbe. Përshë që besnik një rast, edhe me cekën, një për i rasti. Një detaj i vogël, shembull për pjesën e luftës, venin ku na jena rritën edhe jena zhvillu, jena domethënë angazhu në luftën e OÇK-s, kena dhonë njërësën, kena punën, edhe një rast më ka metën shmonën ka metën memorien, domethënë kujtesën tonë. Jena arreshtu për një veni, X veni, domethënë njësi, tag, i OÇK-s, vazhdimsi, domethënë
jena arrestu, kena vazhdue për kohën që thash ma herë që jetë ceka, jena konë gjendje me përdorën, me dhonë, si kuna të fluturu me shku, gjithçka, me arsenalin, me mjetet që kena pas luftarake, shumë shpejt, kena arritën kilometrat shumë ta, për me arritën të coku, do monën me mbrojt popullatën, do monën se kanë etash. Aty u zhvillue betej shumë e fort me forcat serbe, i na afrua në afërsi, me thonë, drejt për drejt, mas larti 50 metra, 100 metra, do monën distanca e afërme. Tenka u konë aty, edhe ka fillu lufta. Ka fillu lufta, gjujtje, granatime, edhe komsëria tani veç kanë arritën sërbë, me kollën, me djegën, gjithçka, shtëpiat në vend X veni, i kanë djegën, na kena qëndrue tim u konën timi, o ordën, sene, na me nisi me ushtarë tonë u shveç të qëkës, i kanë djegë shtëpiat edhe i në afruën në distancën 10 metra. 10-15 metra, për afërsia do më 10-15 metra, shumë ofër. Aty, do më në pisa jonë, ushtarë tonë kanë ndërmorën me nere, kanë kundërsull. Kundërsull, kanë sulmu, po edhe ona e kundër. Aty, mes u jenë vra ushtarë të qëkës, tash me emna që është e nevojshme edhe me cekën. Po, lufta ka jep shumë dëshmorë dhe herën, edhe gjithë ata të cilët kanë ra... është fat i mirë që une im konën... Po. Dhe më thonë janë... duhet t'i përulim edhe të... Po, shumë rregull. Pra, ata janë ra për lirin që sot na pështu. Atëherë emrat e tyre me siguri që duhet shkruhen me shkronja të arta dhe shumë është në rregull. Duhet t'i përmendur me ndër. Shumë në rregull. Është Naser Sekeroqa, djali i ri, që unë shumë kom pas respekt dhe jam njoh për safërmi si me juve. Flo Kaçerreli ka pasën, edhe Sefedin Vitia, edhe Asmani u plagosën. Unë e kom marrën atë plag, ju metën 2 motor domethënë. I norën forcat tenka, sene, lëndime, psiqike, fizike. Doktori Njazi Gashim ka në shërimit, i ka bo Njazia, u konë pjesëmarrës Fadel Kelmendi u konën qatë aksion, në Sali Gashi, është Ljuli, vllavi i komandant Fatmir Supit. Djali vllavë Fatmir Supit domethënë ka qenë në aksion, X ushtarë të qëkës edhe kështu që u konën shumë lufte pa barabartë, domethënë edhe unë ju metën aty nuk ten 12, 11 natës në mbrëmje. Po ndërum, domethënë që të rasta den është për me veçue për falënderit shumë për po fat që jemi atë në mesin e tjerëve edhe e ceket domethënë këto janë momentet që ne i dimë edhe për atë arsye që i dimë dhe kemi memorien tonë të gjallë dhe jemi prezent ende në mesin e shoqënisë tonë, e duhet t'i tregojmë për brezat e ri. Për arsye se brezat e ri, e sidomos ata të cilët janë të lindur të pas luftës, nuk kanë informata shumë të pastërta dhe të qarta nga vetë ngjarja ose nga vetë personat që i kanë shiju ose e kanë përjetu këto momente. Ideja është kjo që ta ngrisin vetdijen për përkushtimin dhe kontributin e gjithë veteranëve të luftës. Për arsye se janë në shoqëni dhe në aset i veçantë për vendin tonë. Po ndërlidhna të momenti për shkputën po dalë për këtij momenti që te rrëfeve, e përmene doktorin i cili ju ka ofruar ndihmë gjatë shërbimit të luftës. A ka pas ti ke qenë vetë i dëmtuar, i plagosur dhe a ka pas momente që mjeku në pamundësi me ofru shërbimin adekuat për një të plagosur, u gjenën rrethana të padëshirueshme dhe ka pas mundësi kur një i plagosur, qoftë qytetar, qoftë bashkëluftëtar, si pasojë mos marrjes së ndihmës së mjaftueshme të humbë dhe jetën, për arsye se e ceke, nuk kemi pas kushte të barabarta lufte. Po, besnik, realisht, na familjarisht me doktor Njazi Gashin,
edhe baba jonë, edhe na si familje i na njoftën, domethënë se familja e Njazis, domethënë është familje kombëtare, edhe shërimin e ka bon u plagosën aty edhe Jaser Gashi, domethënë shok i joni i luftës. Ai i ka plumat edhe ala domethënë jeton, po është pak problem se shërimin mjekët e kanë bon, po pa thonë Allahut se mjeku Absolutisht, Zot hajbar. domethënë në aspektin e shërbimit mjekësor kryen gjithë obligimet që duhet më kry, po pjesa tjetër nuk është në dorën tonë në asnjë moment. Pa thonë Zoti. Po, absolutisht. Mirë. Pra, për rikujtoj, domethënë që ka pas vështirësi nëse mjeku, ne po flasim për doktorin Njazi Gashi, e ka ofruar ndihmat e veta në kushte emergjente, në kushte pa kushte. Domethënë që rrethona luftës që duhet të jemi mirënjohës për gjithë mjekët edhe motrat të cilat kanë dhënë kontributin e pashoq gjatë periudhës së luftës dhe kanë shëruar shumë plagë të veteranëve të luftës, të qytetarëve në çdo moment, me ato mundësi që kanë pas. Po shumë në rregull, besnik. Po na të falenderu komandantin ton Fatmir Supin, domethënë ishi burgosën politik, unë i ri më konën me mush, po na kanë ndihmuar domethënë në aspektin edhe organizimit, luftës. Po, patëm fatin me komandantin të cekum, patëm fatin me konën kufinin me Serbin, komandanti, komgullësia, domethënë puna, veprimtaria, qendrimi, aty forca serbëve shkive shumë, shkive. Domethënë që komandanti fillimisht na i na bashkangjitën distancën të afërme ball për ball edhe dhom për dhom me forcat serbe. Lufte pa barabartë, arsenali, po domethënë morali, qëndrueshmëria, çmonën I referohesh komandantit në vazhdimsi dhe kjo është një mirënjohje e jashtëzakonshme për arsye se sikur në familjet tona që udhëheq një prind i Zoti edhe familja shkon në rrugë të marrë dhe në rrugë të sigurt, edhe në periudhat kohore, domethënë kur një komandant kanë qenë i mirë organizuar me përvojë, në çdo moment ka ditë edhe ushtarët e vet me i organizu, me i sistemu në sipas nevojave, sipas kërkesave. Për referohen fjalës që e ka thënë dhe është për të theksuar prapë dhe do të theksojmë sa herë që është e nevojshme. Në raport me tregimin që thu forse pa barabartë luftë dhëm për dhëm, domethënë për të dalë mbrojtje qytetarëve. Kjo ndërlidhet me thënien e komandantit Fatmir Supit që nëse një ushtar i Serbisë ka pas një arsye të vetme me vdek me Kosovë, ne veteranët dhe ushtarët e UÇK-s kemi pas 100 arsye, për arsye se ata kanë ardhur për pushtim dhe na kemi luftuar që në vënën tonë për për mbrojtjen e qytetarëve tonë. Shumë në rregull. I nderuam Islam, nga vështirësitë e shumta të cilat janë kanë në terren. Si kishe mujt më përshkru në një mramje se ato kur është lufta është edhe festa. Ne kemi në traditën tonë populli shqiptar që krahas luftës edhe të këndojmë edhe të festojmë për të motivuar dhe për të ecë tutje. A mund është një moment që është edhe i bukur për të tregu, si që sa e kemi pas moralin e ngritun, sa do në kohë të vështira, në një ditë të caktuar kur janë kryer disa përgjegjësi, disa betejë, disa organizime, në mramje të caktuar me shok, të bisedu, të nda momentin, cilat janë kanë ato momente dhe si ka shku një nej e zakonshme mes shokëve, bashkëluftëtarëve, diçka që ja vlen me theksu, nëse vetëm ki diçka mendon me neve. Po na, mas gjithë aty në vujje, mas gjithë lodhjes, mas gjithë
Domethënë na kena taku me shok, mramje, kena festu, kena shumë rregull. Po, Do më thonë ne ku themi kena festu, në kusht të luftë të fest nuk kena pas mundësi me bë, po thjesht kemi nda biseda, kemi nda energji pozitive për të motivu, për të estutje, për arsye se kena pas një barë të madhe mbi supët e tona. po shumë role. Ndërrum Islam, në këtu para vetës kena ne disa fotot historiku tuaj, qoftë periudhës gjatë luftës, qoftë mas luftës edhe kjo tregon shumë, domethënë, kjo vetëm uniforma e cila duket aq bukur, aq e mirë, domethënë në trupin tënë, tregon shumë. A na tregon pak për këtë foto që e kam në dorë momentalisht? Kjo është portreti yti në uniformë të UÇK-s. Po. Me na tregu diçka rreth ndjenjes tone për mbajtjen e uniformës së UÇK-s dhe sa e ke vesh këtë uniformë, çfarë ndjesie ke pas? Po përveç uniforma e UÇK-s është uniforma më e shtrenjtë, domethënë edhe vlera edhe ushtari i UÇK-s, bazë vlerësimit tem, është ushtari më i pastërt edhe uniforma më e pastërt që ekziston në rrezullin toksor, domethënë çish e bëjmë që thojmë një fjalë popullore në botë. E vërtetë. Në këtë botë. Se ushtari i UÇK-s, domethënë unë nis nga pe veti. Domethënë një plak, një fëmijë, një më shumë, domethënë një fëmijë i vogël, domethënë për neve pavarësisht që është i armikut, domethënë si shqiptar, edhe si uniform, edhe si individ, nuk që thuj nuk e prekum, domethënë me domethënë nuk është se nuk është prekum. E për atë. Lufta e UÇK-s është lufta e shenjtë. Domethënë do të çdo herë më përkul. Të u bazu domethënë derime, të u bazu domethënë rrethonat, hikat, vujtjet, popullit. Unë e kam nderu, respektoj edhe nderoj edhe është ushtria qlerimtare. Do të histori shumë e gatë me përshkruar domethënë vlerën e luftës së UÇK. E unë vetën e kam llogaritën sikur na që thonë një fjalë, një pikë ujë në deti, as për veten kam sakrifikue edhe jam kanë në gjendje edhe që është e nevojshme jam në gjendje apet me hinë luftën, që është e nevojshme që lypët nevoja për adhejon, unë jam apet i gatshëm. Të lumtë për gatishmërinë, qoftë në periudhën kohore të luftës për të cilën po bisedojmë, qoftë për motimin dhe vullnetin prapë që gjindë. Që kjo domon, megjithëse unë nuk po mëj shumë me se përjetimet, hikat, vujtjet, që shokët tonë nuk janë mesin tonë, problem, shumë. Me siguri që... Megjithëse, na e dim që për vendin tonë, për tokën tonë, për nderin tonë, për me konë të rritë, me konën që me konën të lirë që edhe shteti i formuar më shumë rritë. Është shumë normale, po lidhna me emocionin tuaj që ne sjelle në këtë emision. Duke ditë peshë edhe nëzësinë e bashkëpunëtorëve tonë, të cilët sot nuk kemi në mesin tonë, pra ata e kanë kryer misionin tyne ashtu si duhet, edhe janë përjetshëm të nderuar nga shoqëria jonë, nga ne si bashkëpunëtorë. Një foto që më lën për shtypje, këtu jeni në një ambient natyrës, disa shokë me uniforma të zeza, ku shumicën prej tyre edhe pin njaf, por kështë pas mundësi disa fjallë dhe kësaj foto me dhe thotë. Po. Kjo foto është në brezin
domthon kufitor ofër me thonën prapashtica, brez kufitor me shkiet. Këtu jam unë i armatos, domthon armatimin e kom posën pushkën që në moment është pushka 10, gjysmë automatike. Gjysmë automatika ka efektin domthonën të mirë në distancë deri 1.5, domthon 1 kilometër e ka efektin e mirë. Kjo më përkujton shumë kjo foto, po këtu janë edhe shokët tonë, domthonën që janë me mu, është edhe Isa shoqi, edhe është Tefik Fazliu, edhe ai ushtori UÇK-s Prapashticën, po e kem edhe një djalin e Shem Zllashit, është Shem Zllashi, është me neve prezent. Kjo foto është në rrethona, domthonën tërshme të luftës, edhe momentin domthonën kena pritën për me shku domthonën që me konën të gatshëm për aksione. Domthon një ditë gjatë gjatë periudhës në kohë lufte. Domthon është foto e shkrevnë gjatë periudhës së luftës. Po, realisht po. Edhe saktësisht domthonën është në vendin e quajtur është Thej Rahmeti. Trekonshi është me që momenti Trekonshi është Zllash, Keçekull, Prapashtic, domthonën e lidh që ai Trekonshi është aty. Besnikna se përmenëm pak luftën e pa barabartë edhe jo të drejtë. Nona jame realisht u konën e Keçekullës. Keçekulla Prapashtica, ajo veç familjarët e saj, luftat më hershme i kanë ekzekutuar, i kanë lidh thonë rreth sone, edhe i kanë kollën, i kanë djegën, edhe Keçekullën Prapashticën, tani familjarët e saj ka pas aty prezent. Ajo tani ka treguar gjithçka. Unë jam konë i paralajmëruar domthonën që lufta edhe Serb shkiet, pushtin shkiet. Tani kufinin me komandantin ton, Fatmirin, me komandantin që i ka liruar domthonën, i ka dhënë postin komandanti Fatmiri, komandant Shehut, domthonën i ardhën vllai jon pe Tiranë me X persona domthonën ushtar, po ta fatin me shku në aksion edhe me komandantin ton, edhe me bo caktimin e pika domthonën me strategjike, luftarake, konkretisht saktësisht Sallov, kom pos fatin me vozitën, me gjip, me shkue, po që theti pak për keni festue. Na edhe kena luftu, edhe kena ngu shkurt e fezën, zonë aty akum shue, unë gjip, shkurt e fezën, edhe caktimin, edhe luftën, edhe aksionet, edhe i na konë të gatshëm për çdo se. Mrena luftës ose lufta gjithmonë përcjell përmes telave të lidhjes, përmes kongës. Do të thonë konga gjithmonë ka tregu historinë. Përbes është realitet që trafim me komandantin Adem Sheun, peje X venit me gjip, i na shku për caktim pika në Sallov, edhe thash komandant a lejohet muzika. Si ore iso jo, edhe e kom është rast edhe për pak për me dal pej. Na kemi edhe këtë pjesë kena pas prezent. Se na njerëz jemi, do të thonë, pavarësisht masakrave dhe vështirësive të cilave kemi kalu si popull, prap e kemi marrë veten përmes ngjarjeve ose momenteve të tilla. Rrethonat na nuk duhet në asnjë moment, edhe si popull nuk jemi të dorëzuar. Jemi mësuar me përballu sfidave të jetës dhe historisë. Por, pikthejna prap peshës rëndësisë UÇK-s, kjo periudhë, siç e thekë edhe ti, është e sheh për arsye se me shekuj
vujtjet e gjyshërve tanë, të gjyshërve tanë, dhe më thonë, janë përgëzu ose përëru me daljen e ushtrisë shërimtare të Kosovës. U mshel një kapitull i vujtjeve shekullore përmes kësaj lufte të shenjtë. Të shenjtë dhe, siç e thekë edhe ti, më pastërta në botë. Pavarësisht se të gjithë të tjerët përpiqen të na njollosin, por koha do të dëshmojë të vërtetën. I nderuar, ne po vim prag të përfundimit të emisionit tonë për arsye se koha po lëviz edhe emocionet po na rrëmbejnë. Nëse nuk ki edhe në moment diçka të veçantë që ti mendon me nda gjatë periudhës së luftës, si e momenti që liria ose përfundimi i luftës na përshkruaj këtë moment ku ishin ato momente, si përjetut atë moment të marrës së lajmit që përfundoi lufta dhe tashti duhet të jemi të lirë në farë forme, nëse themi figurativisht shpëtum pa vdek dhe jemi në lirin e kërkume me shekuj. Dhe më thonë, këtë moment e kalimit nga lufta dhe përfundimi luftës në liri. A mund me në përshkru pa? Po besnik, na ushtarë do mund të qëkës, në krye me komandantin Ademin Shehun, me komandant Supin, me do mund bashkëluftar tjerë, me X persona, na ishëm edhe periferi do mund qytetit, po edhe në për qytetit. Realisht, se veprimin na kena vepru edhe në qytetit. Na kena arritën me depërtun kazermën saksisht edhe në Llokor, tash ma vonë kazermën Zair Pajaziti, fillimisht. Aty, do më na kena ndi, do më parandije që atë luftat përfundon, po na, une në bazë do më në menimit tem, u që këja do më në që folëm shumë edhe që shë kena cekë edhe një herë, shumë popuj, shumë historian, shumë të me dhonë vlerësimin e u që kësë, pe u që kësë transformimin të më këtë dëmonën për neve dërzimin e arme u konën pak eran, po me dëmonën procesi i dërmëzdëshëm edhe kjo, dëmonën tani vazhdimësi e jamja ka qenë edhe në dëmonën të më kë, realisht, kom vepruën ka zemën Zair Pajazitive në Llokor, ma vonë tani kom dalën komandën e trajnimit dhe doktrinës për bolë spitale, komandant Haxhi Shola, komandant Topi, edhe Lapi, Mosli Halimi Lapi, aty në gjatë njësi jëmë konën, kom arritën gradën e kapter, edhe stervitit ushtarake, sene, kena bon, edhe për neve në konë e letë, se pe luftës do mënën të shajt, do mënën të qëkës, transformime, po besoj edhe atë në bazë menimit tem, vlerësimi, do mënën i invalidve, veteranve, i njerëzve do mënën të luftës, me konë maj dignitetshëm, me ditën që qlirimtari, me respektuve që është qlirimtari, jo atë me që the pak për që realisht do mënën ushtria qlirimtare është ushtri shumë e pak. E kemi theksu në vazhdimësi dhe theksohet edhe të që kërkohet edhe është mëse nevojshme që të nderohet si meriton kontributi i gjithë veteranëve të luftës, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve të cilët ka dhënë më të shtrejtë për që shoqënia jonë të ketë respektin si meriton dhe vetë shteti jonë të ketë trajtimin e merituar për këtë kategori. Kjo është e qëndrueshme dhe të gjithë bashkë do të përpiqemi që një ditë ta gëzojmë këtë trajtim të dinjitetshëm. Për arsye se
është e merituar. I nderuam, në momenti kur përfundoi lufta dhe është moment historik kur ndjesia e përfundimit të luftës. Dhe nëse mundohemi figurativisht me shpjegu, kur qytetarët kudo që kanë qenë të izoluar, kanë fillu me dalë lishëm dhe me u siguru që përfundoi lufta. Dhe a keni moment interesant me na shpjegu kur i taku me fëmijë të cilët nuk kanë pas rast me pas uniformën e UÇK-s më herët, për shembull, nëse flasëm për Prishtinën, ose përmene në kur ardha juaj në kazermën e Llokarit, ose ndërkohë hyrja edhe në qytetin e Prishtinës. Kur e keni pas një ndjesi dhe një gëzim të qytetarët, të fëmijët, kur e kanë pa uniformën e UÇK-s dhe kanë kuptuar që liria vetëm erdhi, të cilën kemi kërkuar me vite. A keni një moment interesant me na përshkruaj? Po mirë besnik i na arrestu në kazermën domthonën Llokar, edhe kena vazhduar domthonën për qytet, domthonën është që fotoja argumenton që kjo foto domthonën që i na arrestuan është pak në moment. Okej. Edhe kjo është pjesë... Kjo është pjesë kjo të ka tjetër foto, por një foto tjetër të rreshtuam domthonën në stadion edhe në qytet, domthonën, po kena pas rastin me edhe ne e dim për arsye se kemi qenë pjesë. Shumë është në rregull. Domthonën ka një emocion i jashtëzakonshëm, domthonën, përfundoi lufta, domthonën njerëz, po fëmijët, shumë është në rregull, domthonën ajo ka një emocion shumë i për mua, domthonën nuk unë punë jo me rëndësi, po është pe çështje shumë mëdha që lufta përfundoi, domthonën të rit, rinia, mia janë lirshëm, kena edhe që. Nderuam, po kalojmë pak në disa pyetje më personale, domethënë ne sot jemi në liri, po bashkëbisedojmë. Si familje, domethënë, mbasi u bë demobilizimi nga ushtria shërbimisare e Kosovës, demobilizimi dhe kalimi në TMK, siç e cek edhe vet, dhe ecja jote, domethënë sistemimi jot në jetën e përditshme, na thuaj diçka rreth familjes, domethënë sot që po bashkëbisedojmë. Mund të lidh me ato që ceket që nuk është trajtimi mirëfillt, ose fëmijët, familja e ngushtë ose zhan. A kanë atë ndjesinë e gëzimit edhe a kanë atë ndjesinë e respektit kur për një familjar të vetin që ka qenë luftëtar i lirisë dhe që janë pjesëtar familje e një luftëtar të lirisë, apo ka raste kur familjet tona ndihen të jo të respektuar për shkak rrethonave të përgjithshme në Kosovë? Po besnik, në gjendjen aktuale edhe gjendjen e pas luftës domthonën e kena përjetu domthonën edhe e kena po çka më thon, realisht domthonën si familje mia, se unë fillimisht kam thonë që familja e ngushtë domthonën e kam shoqën edhe i kam 2 djel edhe 2 vajza. Selmonin me 28 nëntor i lindën, domthonën dalën publiket të UÇK-s edhe dalën në datëlindjen e komandantit madh legjendar Adem Jasharit. Shumë respekt. Edhe Albulena domthonën Çika, vajza domthonën Albulena, Diridoni djali, Kosovarja, të gjithë emra domthonën që lidhen me luftën, me fenë, me emrat shqiptare. Domthonën Albulena, Diridoni, Kosovare, Selman. Domthonën unë fillimisht edhe tash domthonën si familje e lumtur, po jo në atë nivelin sa duhet me konën në aspektin e rrethonave domthonën që na pishuhem gjithë. Fëmijët janë në moshë
Po, të rritne. Kanë kry shkollimet, ju kanë rrok jetës. Po, Selmoni, do në shkollën e mesme ka krye, Albolina, fakultet, përmënej shkollën fillore, shkollën mesmën, fakultetin juridik, do mënën, edhe tash magjistranën në Macedoni, do mënën magistraturën e ka, është tash sholla, respekt. Do të thonë fëmijët, shkollohen, punojnë, Liridoni, punon është një berberi, moshën 14 vjeçore ka fillu e veç me morën zanatin, do që i thujnë na me morë përvojën e punës. 2 vite ka morë përvoj pune, ka fillu, do më honën me punue, 16 vjeçor, do më honën tash veç 11 vjetë, punon në kollin, punon edhe jeton, për me sigurue, jetesën, me shmeonën, respekt për familjet, për trit, po, adin, me konë ma dinitetshëm edhe me që jemi të fëmijët edhe respekt për organizimin dhe sistemimin e fëmijëve tu, dhe me thonë dhe uroj që çdo i ri të jetë i mirë adresum edhe i mirë shkollum. Një mesazh për ata që na ndjekin, qoftë për veteranët e luftës, qoftë për shtetin, qoftë çka do që ti mendon, që mundesh me thonë një mesazh të brezat e ri, apo edhe të gjithë shtetarët. Një porosi që ti mendon me thonë për gjithë publikun. Unë mendoj për të rit, me pas perspektivë, do mënën, me punu, më shkollu, do mënën anë të parë, me punu, me bo familjar, për respekt, do mënën, për shtetin, për policin, për ushtrin ton, për familjar ton, respekt për familjet dëshmorëve, të invalidëve, për gjithë, do mënën, respekt çdo herë, edhe pak për me konë ma dinitetshëm, edhe jem, si popull, unë besoj që populli që ekziston më mirë është populli shqiptar edhe atë nderime, atë dheu, respekt shumë. Ndërum, Islam farnes për këto momente që i ndam së bashku dhe sado kohë shkurt që ishte, sado momente të vogla dhe të shkurta që ishin, e kompletojnë një histori të tonë me bashkë luftëtarët e tu dhe kolegët e tu që i kemi marrë në intervista para prake dhe do i vazhdojmë t'i marrëm. Pra të gjithë nga pak edhe do përpiqemi që t'i afrojmë qytetarëve sa më shumë informata për peshën, rëndësinë dhe kontributin e gjithë veteranëve të luftës për liri. Po, besnik, respekt shumë madh për juve, për hera parë domthonë është në intervistën domthonë që dikush u interesue ose paktën me thonën, po jeta domthonë interesimi vetë i familjes, interesimi i çdo individi domthonë për me formu shtetin edhe me konë shteti fort, respekt për familjar, për shtetin, për juve, për gjithë. Ka për të thonë shumë, por ne i dajtëm vetëm disa momente të shkurta, shumë në rregull, sa pa të mundësi mbrana kësaj kohe të caktuar, edhe ju jemi me njës. Po, faleminderit. Që të shihim edhe në edicionet e radhës, edhe të flasim edhe për tema edhe çështje tjera. Besnik, respekt, faleminderit, bashkëftori jonë, respekt shumë. Faleminderit, respekti. Përshëndetje. Qytetarë të nderuar, sapo ndodhëm intervistën me veteranin ton Ismail Gashi, i cili dha një mesazh të jashtëzakonisht të madh në domethënie, që ka nevojë shumë historian, shumë institucione të bëjnë maksimumin për të argumentu, për të ngrit, për të dokumentu gjithë ngjarjen dhe të vërtetën e kontributit të veteranëve të luftës. Vetëm në këtë formë të arrihet ngritja dhe diniteti i merituar i kontribuesve për lirinë dhe shërimin e vendit. Prandaj, referuar këtij mesazhi, ne themi dhe bëjmë thirrje që të gjithë së bashku mund të dhënë kontributet e tona
ne po përpiqemi të japim kontributin tonë përmes projekteve tona, edhe trajtimi i ngjarjeve dhe rrëfimeve të veteranëve të luftës dhe përmes intervistave në podcast në kënd me Kosovën, por nuk mundemi të vetëm, duhemi të gjithë së bashku të mbledhim forsat dhe të dhajmë maksimumin për arsye se kjo kategori dhe kjo shoqëni e veçantë meriton më shumë. Gjatë intervistave, çdo ditë që i bëjmë me veteranët e luftës, e shohim të nevojshme dhe të theksueshme që brenda memorjes së tyre ka shumë rrëfime dhe shumë ngjarje të veçanta, të vështira, të ngarkuara, ku shumica e tyre nuk mund të pranojnë dhe të dalin para intervistave dhe para kamerës, për arsye se kanë frikën nga emocionet e shumta që kanë, nga vujtjet dhe pasojat e cilat kanë përjetuar gjatë periudhës së luftës. Pra e shohin si të pamundur për të rrëfyer para audiencës, para të tjerëve. Arsyeja pse? Për arsye se kanë dhimbje të mëdha brenda tyre dhe zgjedhin formën për të marrë të mbyllur. Por ne mendojmë që ne të gjithë së bashku duhet ta ngrisim vetdijen tonë, të gjithë të kontribuojmë në forma të ndryshme, që të bindëm secilin pjesëtar, veteran, invalid të luftës, po edhe familjar të dëshmorëve, po edhe qytetarë të cilët nuk kanë qenë të radhitur si pjesëtar të luftës për shërim, por kanë qenë pjesë të masakrave të ndryshme, që të shprehen lidhërisht, që ta nxjerrin nga vetja gjithë atë të cilën e kanë në memorien e tyre, se vetëm kështu mund të argumentojnë dhe mund të dëshmojnë të vërtetën që e ka përjetuar populli shqiptar. Populli shqiptar ku ishte më së nevojshme edhe dalja në skenë dhe kontributi i veteranëve të luftës. Pra, të organizohet një luftë për çlirimin dhe lirinë e popullit shqiptar nga vujtjet shekullore. Pra, një luftë e imponuar për ruajtjen e pragut të derës dhe çlirimin e popullit shqiptar. Andaj, të gjithë së bashku duhet të organizohemi dhe mobilizohemi që të ndihmojmë këto kategori dhe këto shoqëni të veçanta. Bashk, shnetshëm, mëshëm, mundemi.